Për të dytën herë radhazi po shprehin pakënaqësitë e tyre. Të shqetësuar për mirëqenien dhe arsimimin e fëmijëve të tyre, prindërit të nxënësve të shkollës Asim Vokshi në Prishtinë sot organizuan protestë para shkollës Zën El Hajdini. Prindërit po kërkojnë nga drejtoria e arsimit në kryeqytet që të marrë vendim për të rikthyer nxënësit në shkollën Asim Vokshi. Nxënësit ishin transferuar në këtë shkollë me premtimin se do të bëhen pjesë e mësimit tërditor. Mirë po përfaqësuesja e prindërve Njomza Berisha Toqani thotë se deri më tani kjo gjë nuk ka ndodhur. Nuk janë plotësuar kushtet për mësim tërditor, edhe mësimi tërditor nuk ka filluar. Na si shqetësim kryesore kemi shpreh pasigurinë e fëmijëve tonë, megjithse sipas decentralizimit të shkollave o dash neve më na lajmëru, edhe mu konsultu me neve për më marrë një vendim të përbashkët. Prindërit ankohen se është vështirësuar jeta me transferimin e nxënësve në shkollën Zën El Hajdini, e cila ndodhet disa kilometra larg shkollës ku fëmijët vijonin mësimet. Edhe unë kam shqetësim sepse duhet me dal nga puna, me ardhmë me marr fëmijën, ose me detyru thjesht dikant me ardhmë me marr, na ka ndrodhur neve jeta komplet. E kam mamin pensionera, ajo shumë e vjetër për me marr fëmijën, nuk e di a mund arrin këto, do të më kalu disa rrugën kryesore, disa rrugë do me thonë deri për marrë deri këto, shumë problem. Është shqetësim jashtëzakonisht i madh për neve, si familje. Shqetësimi jonë kryesor është distanca e madhe edhe siguria. Pasi që rruga, cilën e përshkruajnë fëmijët, është e ndamen përmes magjistrales Prishtinë Podojeve, cila është rruga ose magjistralja më e ngarkuar në Prishtinë. Para disa ditësh është bërë një aksident, është aksidentu një fëmijë shkel prej kerrit dhe në të ardhmen e kemi problem dhe kemi shqetësim shumë të madh. Ndonë se kishin pasur takim për këtë shqetësim të madh me drejtorinë komunale të arsimit, prindërit nuk dolën të kënaqur me zgjidhjet që i ofroi drejtoria. Prandaj në rast se nuk përmbushën kërkesat e tyre, atëherë ata thonë se do të ndërmarrin edhe hapa ligjor. Kurse për këtë kërkesë të prindërve nga drejtoria komunale e arsimit në Prishtinë thanë për televizionin se nuk mund të realizohet. Kishin të vetëm kërkesë që nxënësit e fëmijët e tyre të kthehen në shkollën Asim Vokshi. Kjo gjë nënkupton që procesi i riorganizimit dhe implementimit të mësimit tërditor, që bëhet në dy faza, fillimisht është ndarja në cikle, një 5 në një shkollë, që edhe ka ndodhur në këto dy shkolla dhe 6 në një shkollë tjetër të kthehet mbrapa si proces, për të cilën unë njoftova që nuk është e negociueshme. Të martën në oborin në shkollën Zën El Hajdini u panë edhe zyrtar policor për të mbikëqyrur protestën që të shkojë pa ndonjë incident.